Përshëndetje dhe mirë se po takohemi me recetën e radhës. Sot do ju prezantoj pite tradicionale të rrafshit e dugaxhinit, pite e cila është përgatitur për raste shumë speciale. Siç thot populli, unis dhe u bitis, e gatuar në mënyrë tradicionale, po ashtu e shërbyer në mënyrë tradicionale. Është gatuar në sofrën shqiptare, në sofrën e vjerës time tashmë të ndjerë, e cila ka rrit dhe ka shkolluar 6 fëmijë të saj me mund dhe sakrificë. Recetën e kësaj pitje kam mësuar nga një mikesh shumë e vjetër e familjes time, që pitet e saj gjithmonë kanë qenë pite me nam. Për të përgatitur këtë pite nevojiten 13 petë, petë të pjekura, nevojitet mazë fshati, nevojitet gjalp, dhe përbërësi kryesor që e identifikon këtë recetë si tradicionale është djathi i njom, pra djathin mund të zini vetë të jetë djath i pakripur. Fillimisht tepsin e lyjmë me gjalp, e lyjmë me mazë fshati, pastaj rëndisim petët një nga një, 5 petët e para, duke i lyrë secilën me mazë. Mazën e të hollojmë me ujë të vakët. 3 petët e mesit i lyjmë dhe i mbështjellim në këtë mënyrë, pastaj i prejmë në këtë mënyrë, i hedhim sipër petës së pestë, sipër shtojmë djathin të cilin e kemi grirë më parë, pra djathi të jetë djath i njom. Pastaj vazhdojmë prap me 5 petët e tjera duke i lyrë secilën. Por kjo mënyrë e përgatitjes apo sekreti i kësaj përgatitje ka edhe mënyra e hedhjes së mazës apo e lyrjes së petëve dhe me ujë me krip. Në mënyrë që petët të zbuten dhe të marrin krip. Edhe pak. Pra gjithsej për këtë pitë nevojiten 13 petë. Petën e fundit prap e lyejm me mazë. Pjekjen unë e kam bërë në furrë me dru. Ju mund ta bëni cilën do furrë që e keni. Pra kjo ishte receta për sot.